Për rezultatet e votimit për zgjedhjen e 6 anëtarëve të Komisionit të Pavarur të Media, në mbështetje të neneve 65, 141 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, të neneve 11 dhe 13 të ligjit numër 04-L-24, për Komisionin e Pavarur të Media, si dhe të nenit 27 të rregullores së Kuvendit, Komisioni zgjedhor i formuar nga Kuvendi me datën 24/4/2026, edhe njëherë në përbërje nga një përfaqësues të secilit grup parlamentar, zonja Arjeta Feza, Ganimete Musliu, Uk Rugova, Ergyll Mazrek dhe Beg Berisha. Komisioni zgjedhor pas procedurës e votimit të fshehtë dhe numërimit të votave të deputetëve të Kuvendit për zgjedhjen e 6 anëtarëve të Komisionit të Pavarur të Media, në seancën plenare të mbajtur me 24/4/2026 konstaton se votat e fituara për kandidatet e propozuar për zgjedhjen e 4 anëtarëve të Komisionit të Pavarur të Media nga radhët e komunitetit shqiptar janë: në votim kanë marrë pjesë 95 deputet, të pavlefshëm 1. Drita Morina ka fituar 73 vota. Besnik Berisha 57 vota. Majlinda Aliu 4 vota. Majlinda Aliu 4 vota. Edhe njëherë, Majlinda Aliu 4 vota. 4 vota Majlinda Aliu. Petrit Hasanaj ka fituar 35 vota. Vjona Sulejmani Shabani 19 vota. Luljeta Aliu Krasniqi 51 vota. Vlora Berisha 32 vota. Hysni Mustafa 52 vota. Votat e fituara për kandidatet e propozuar për zgjedhjen e 2 anëtarëve të Komisionit të Pavarur të Media nga radhët e komuniteteve jo shumicë janë: në votim kanë marrë pjesë 95 deputet, të pavlefshme 1 vot. Fatih Basha ka fituar 17 vota. Suada Gjokovic 55 vota. Serpin Emrushi 73 vota. Ajten Kodrazi ka fituar 11 vota. Atëherë, faleminderit Ganimete Musliu. Gane, faleminderit që për animon në këtë pasdite që t'jemi në disponim. Faleminderit. Edhe për konsideratën tënde. Faleminderit. Drita Morina 73 vota, Besnik Berisha 57 vota, Luljeta Aliu Krasniqi 51 vota dhe Hysni Mustafa 52 vota. Pra këta janë anëtarët e Komisionit të Pavarur për Media që janë zgjedh nga radhët e komunitetit shqiptar, ndërsa tek komuniteti jo shumicë zgjedhen Suada Gjokovic, Serpin Emrushi Halqe. Pra 73 vota i ka Serpin Emrushi Halqe dhe Suada Gjokovic 55. Mandati anëtarëve të Komisionit Pavarur për Media bëhet me shart sipas nenit 13, paragrafët 1, 2, 3, 4 dhe 5 ligjit për Komisionin e Pavarur të Mediave. Ftoj anëtarët e Komisionit ad hoc që vetë se shkuan, që të takohen në sallën 90 për hedhjen e shortit ndidhje me mandatin e anëtarëve të Komisionit Pavarur për Media, pra se bëhet me shart sipas nenit 13, paragrafi 1, 2, 3, 4 dhe 5 i ligjit për Komisionin e Pavarur të Mediave dhe të njoftohet Kuvendi.